Ibrahim el-Adham ka qenë një dietar, ka shku dikush i ka thonë, si ta lën unë haramin, si ta lën gabimin. Një njeri i ka thonë Ibrahim el-Adham, si ta lën gabimin. Ibrahim el-Adham i ka thonë, 5 punë duhesh mi bë, nëse don me lën gabimin. Edhe ki ka thonë, mirë dhe, hajde, a ka mundësi me më tregu të parën? E para, do gjeni me vëmendje. Ma që s'kini telegrafa e fletore me shkrujt, të isha Allah i mbani mend. Po që mëse del, ndoshta. A gjera se, mos e mundo, ajë se unë të tregoj prap, mos e mundo. E para, Ibrahim el-Adham i ka thonë, in eretten ta'sillahe, në qëfse donë Allahut m'ja bon një, Allahut keqe, jo, po me bon një gjuna një haram, mos e ha riskun e Allahut. Kjo ka nalë, qish më unë të bëjë riskun e Allahut, po qka me hangë? Po ha dhe qka jashtë të kësoj botës. Të edhe Allahut i bon gjuna dhe drezën e Allahut e ha, bananën e Allahut, laknën e Allahut, bukën e Zotit, po edhe dhej me hangë, edhe baltë me hangë e Zotit, se e jotja. E pa atë nëse do me bon gjuna, mos e ha riskun e Allahut, ki ka thonë, valla s'mund nga kja. Hajde ditën të shof me e dita. Thot nëse don me i bon Allahut gjuna, gjeje një vend ku Allahu nuk ka mbret ati. Gjeje një vend dikun ku Allahu nuk vejtet dhe nuk ka mbret. Ku ka mundu, ka mendu, valla s'ka. E batër mos ban gjuna, pse ban gjuna? Shumë kollaj e treta. Gjeje thot një vend që nuk të shef Allahu. Kjo ka dallim me dita me trej, se e dita ishtë gjeje një vend ku Allahu nuk ka mbret. Së në gjenë, se Allahu mbret i mbretërëva. E treta, kur të bëjsh gjunaj, gjejeve një vend, hinë nër tokë, hinë shpel, hinë me një erë dikun atje, 4 kilometra poshtë. A më kjo ka thonë, pra ba Allahu më shë, e pa të në më zmanë për zëtë një gjunaj, shumë kollaj e 4-ta. Gjeje një vend që Allah nuk shef dhe nuk në të gjonë. Ose e 4-ta kur të vjen melekul mauti, thuj, a ka mundësi edhe një sahat të bëj taube? A ta lejon me melekul mauti edhe një sahat? Nuk ta lejon, as një sekund nuk ta lejon. Kur të vjen minuti, sekundi me vdek, nuk ka mi thonë aty, mi anishë se matematika me bajt, i njeris ja, sa heshëm lutët, e qonë me laqen me kajt, pa të skajt, po këtë janisë me kajt, me bon, me të papare, borç kur li, për anisë mu, në i thonë mu zhalit, ta ma mire që t'in gjuna dhe parit e tamlit, që t'kanë që të shpia me ble tamër, për fmitja e pa ti, kur të shëfë e ka ble një paket, ka kalë. E ti tash melekul mauti ka arë sa dush lutë ta i s'ka jef alune ma ju merun ata qka urdhnon Allah e qenë vend dhe e penjsta thot kur të vinë ato zebanijet që e rujt gjehenemin ma s'ka bëm ato vinë me të marë 9 janë 9 ama një me lajke zebanje se di si të thamë nuk ka ushtri në botë që mund nga me krasu më atë. Në veç janë. Veç kur ta shofsh, vëllaj, kamt, dridhen, si me zonë struja 10.000 volt. 220, kur zonë sa, 10.000 volt. Veç kur ta shofsh, qëfar qera Allah i ka kriju. Në janë, që qeru i gjenemin. Edhe ato vinë me të marë, të thuj, zvipe me ju, kushin ju, zvipe ju. Hajde në mund që mi thonë. Vëllaj ka thonë, se një thamë. E pa të pëse ban gjuna? Pse po është edhe, të në si thonë, edhe frajë, edhe së mund është me që në vend. I ki po do, shumë mangu pa po, më sikur të vëlla më rejhi. Po më su po me mangu, po që se një duron shpullat. Të edhe se një duron që tekin, edhe vëlla, po të, mos folë pa lidhje, mos rejhi, respekto dhe shifë punën të ndë. E si të mosh, vëlla ja zgan, në vendet të pa nevojsh më atëherë. E i ka thonë, nëse ti dënë me bon gjuna, atëherë, kur të vinë atë zebanijet me të marë, thuj, valla, zvi me ju, në mund që mi e thonë që zvi me